I pari njeri që nuk duhet me pas nga vetës, edhe mos me bashkëpunu me ta, edhe mos me nejt me ta, është njeriu që është el hasud, njeriu që është shumë xheloz. Ai nuk mundet njëtën e vetë me shenë rahat, mas pari me caktimin dhe determinimin e Zotit. Pastaj nuk mundet me shenë rahat edhe me ty edhe me të tjerët. Xheloz, apo xhelozia e smur është ajo xhelozia e cila akumulohet te një njeri, e ai mundet me qenë edhe besimtar, edhe me pretendu se është i mirë po e ka atë smundje shpirtërore dhe çdo sen i mirë tek të tjerët që arrin mbi të, atina i pengon. Nëse ti ke qenë shok shkolle me te, dhe ti ke mujt një vit apo 2 vite ma shumë shkollim me i kryesaj, ai nuk dënë mo. Ajo është xheloz. Nëse pasurin biznesin e keni nis bashkë, po të është ti ke ecë pak manalt, ka dhonë Zoti bereqet, ke qenë punëtor i mirë, e ke dhonë sadakan, e ke dhonë zekatin, i ke trajtu punëtor të mirë edhe Allahu të ka ngrit. Ta është kjo xhelozi nuk mundet me përbalue. Të ka dhonë Zoti një gru besimtare, muslimane të mirë, nuk mundet me përbalue, pse ai nuk e ka gru ndështë besimtare, muslimane të devotshme sikur ti. Të ka dhonë Zoti e vlat, e i kin rrugën e hajrit, e i kin rrugën e Zotit, e mësojnë fenë, e din për fenë, e din për dynjan, e i respektojnë prindrit, a i ka të kundërt, që se din as fenë, as dynjan, as i respektojnë prindrit, fillan me xhelozue. Këta xhelozët bin kundërshtim me kaderin, me caktimin e Allahut të madhruar. Sepse Allahu i madhruar thot, apo i xhelozoni njerëzit për ato që Allahu a ka dhënë nga mirësitë e tij. Kjo është mirësi Allahut, jep kujt shkollën, jep kujt autoritetin, jep kujt pushtetin, jep kujt biznesin, pasurinë, jep kujt familjen. Andaj na duhet me qenë tash në kundërshtim me urdhnat e Zotit, me adhuratën e Zotit, asnjëherë. Andaj pra, sa ma pak si njerëz nga të vetës, je ma i suksesshëm, je ma rahat ti, e jenë rahat edhe të tjerët. Një njeri tjetër që nuk është mirë me pas nga të vetës, është një njeri i cili nuk e pranon mendimin ndryshe, veç veten e vetë e pranon. Ndash fol për fe, ndash fol për shkencë, ndash fol për kulturë, ndash fol për histori, ndash fol për gjeografi, ndash fol për shkencat sociale, ndash fol për politikë, ndash për sport, ndash për art. Absolutisht një mendim tjetër se merr. Edhe nga dal ti e kupton, e determinon, e cakton se ky është i dëmshëm për veten e vet, po si i tillë ajo është i dëmshëm edhe për ty, e liron edhe këto. E tash ka shumë kohën e sotit që se pranoj mendimin ndryshe, veç unë ç'është them. O ti djali mirë, o ti besimtar, ti duhet me pranu edhe mendimin ndryshe, jo në çashtu e shef. Po ti apo shef që mrapa që sa drasi në kom të mia, po ti nuk i shef. As do të më pranuo në çka po rri këtu. Po në kom jam duke ndajtur, në sigurisht. Në kom të mia natyrale që mi ka fal Zoti. E tash ti pse s'po i sheh komt? Jo ne kam mendimin tëm, qëndrimin tën. Ti e mon qëndrimin mendimin derisa ki fakte argumente. Në momentin që paraqiten faktet argumente të tjera, e pranon edhe mendimin tjetër. Për ata për i shifni këta pleshtë e mirë, shembull, këta pleshtë e mirë që i kemë xhami, edhe jashtë xhamis, sa mirë po bashkëpunojnë edhe sa mirë po i pranojnë këto ndryshime në shoqëni. Se përpara nuk ka mujt një plak ty me të pranu pa kapel në kokë, pa të plisin e bardhë. Tashti po të pranon edhe pa kapel, edhe që besa edhe vetë përrim pa kapel, e po të pranon me tesha të lifare, ka një herë edhe me tesha të çoroditë se po i shkyj njerëzit. Përpara investojshëm i blej teshat rrobat e reja, edhe nuk pra ne ke kërkush me shku në shkollë me rrobat shkyme. Tash ti të shkyme valla me pa sikur lipsar me kon dhimet. Hambo e ka bo veç pe i vetës vet. E dini pse e ka bo? Pse është shkurt pams, nuk shem matutje. Ka dal një që atje i meshëm në thojza, edhe i ka shky nguj pantolt. Ka thonë hajt jo qës në tregën e hongëshin, mirë. Edhe disa sikur delet. Vum një i blejti, kërejt për mas. Pse për i blenë? Wallahi, zdive që është një farë trendi. A mas parin është tash fjallën trend se kupton. Zhvillim do me thonë, është një farë zhvillimi botnor, edhe tash po dalin njerëz që ashtu edhe në po dalin. Jo mëre djallë, veshit robat e reja, veshit robat e pashkyme, e paharna, veshit mirë robat. Andaj pra, çka po du me thonë? Këta persona
Këta persona që se pranojnë mendimin ndryshe, këta veç problemet cilën. Runa zot, mund është me i pasë edhe në familje, edhe është sprove madhe. E ke pa edhe në familje i ki, dhe me thonë, ka raste i ki familje që debaton me ta dhe s'ka tjetër rrugdalje veç ata që shtojnë çdo herë. Ankohet në familje, ankohet në shoqni, ankohet në shtet, ankohet në pushtet, ankohet në biznes, ankohet në punë, ankohet në shkollë. Gjithkund veç me ankesa, me ankesa, me ankesa. Nuk shef bardh vetëm zi. Nuk shef bardh vetëm zi. Besimtarit do të me po edhe të bardhen, edhe të zezën, edhe të kaltërtën, edhe të gjelbërtën, edhe të verdhën, këtë ato ngjyrat, këtë ato ekzistojnë. Andaj edhe me këta nuk o mirë fort me ndajt, nuk o mirë fort me hangre, me pi, me u shoqnue, sepse ta hupin vullnetin për jetë, këta të zhgënjejnë krejt. Si kur këtu të nejke, një pa kur bisedon me disa, që si që veç ankohen, këta edhe para luftës janë anku, tash mas luftës 21 vjetë, këtë zhvillimet që janë bo, dhe shto rrugë që janë bo me asfalt, se që kjo rrugë kom pa asfalt, para luftës, edhe këta nuk e shohin me asfalt. Ja, thoi, këtë s'ka kurgjë, këtë e ka marë pusi, ka përfundue. Allah, nëse e ka marë të pusi, atëherë edhe një pjesë të madhe të botës, se një diku një 70% që shtu jetojnë si kur na. Atëherë pas ka marë pusi krejt botën, andaj mos shifni veç zi, se krejt kam punu për qitë vend, dikush ma pak e dikush ma shumë. Dikush ka punu për veti ma shumë, pastaj edhe për shtetin, dikush ka punu për shtetin, pastaj për veten, dikush ka sakrifiku e ka dhonë edhe shpirtin, edhe trupin, edhe pasoni për këtë vend, edhe ata të shenë botën tjetër, të u knaq, e na jemi të përballë me qëto sfida, me qëto sprova që i kemi edhe që janë shumë normale, sepse krejt bota përballet me sfida të ndryshme. Po du të me qenë dorimtar. Tjetër, pre atyne që so mirë me i pash në rrethin të në shoqnin tonë, inshallah si kemas në familje tona, janë ata të cilët rrejnë shumë. Si t'ja njësaj, s'po më me thonë me bismillah, se me bismillah njëris rrejnë, po si t'ja njësë në mëngjes, me të folë, habit është te, a jetë turnue këtë ven, e me këtë njëri, me këtë popull, a ku jetë turnue. Rrejnë nevoje pa nevoje, se ka njerë një dhe pitutës rrejnë. Për shembull hajnin me zonë policia i rrejnë, thët, për buk e këm pasë. Po qysh për buk të e theve ato dyqanin ku shitet arja dhe argjendi, pse se theve që aty një furme marrë një buk 30 cent, po për buk e këm pas. A i tjetri, këshin zonë policia, pa moti, qysh beti kështa njëna kënena, a i e kish njof policin që i fetarë, e kish thonë, hënë me drezen e këm të kyme, po pejzorit jëm kom i detyru. Edhe këne ke pas profesor, i kish thonë për një imam Prishtinës, na imamat nuk kena asë një profesorat me drese. Se në konflikt interesi 2-3 vene me i pas. Kishë thonë, po ta futi më rëshu klok, më rëna cak. Edhe po vjedhe dhe pe kishë përdur me drese. Me drese nuk qëtë hajna. Me drese qëtë njerëz sinqet, njerëz të mirë, njerëz të edukun, të kulturum. Edhe këta, e ke po rënë edhe për ty, shemull pa nevoj, heq rënë me ty edhe thëtë vallaj, nejtë për shemull, me presidenten, hoqë të boni selam për shëndeti. Ku mërën boni mu selamën e kur një tema të live se kum pa. Ose rënë me një figur publike, të përshëndet edhe ty kish shumë respekt madh për ty, ai njëri pa mjoft hiç për shemb. Ose shkon tjetri ti thot diçka tjetër. Ose e blen rrobën për shemb 50 euro, apo shef këto po. Këto thot 500 euro. Ku e bleva për 5? A bleva po mos kish u shitën. Po pse më vëlla me rrejt pa tru nevoje hiç. E kështu me radhë, edhe këta është problemi me i pas afer vetes. Kështu që me bot, ashtë me i thonë një rëna cak, po du me i thonë nuk o bashkë që ashtu e ka dale, edhe ti ka dale me bo një tërhike taktike. Janë edhe njerëzit që janë mashtrues, të mashtron për çdo sen, mashtron në rrugë, mashtron treg, mashtron punë, gjithkon. Qysh me i ditna, po këshëre ti, për shembull në orar të punës, ka dalë në orat 13 e ka shku në 14, dije që këtë rënë edhe të mashtron edhe ty. Për shembull e ka ble mallin qështu në Kinë, e ta shet ty për mall të Turqisë, dije që kjo është mashtrues. Edhe kështu kije, do me thonë ka gja shumë. E mashtrues sot ma shumë po ka në sferën e tregtisë, shitblerjes. Andaj të me pas kujdes pra ata që janë në këtë rafsh, që shesin edhe blen, mos me mashtruen njëri tjetrin, me qenë të sinqert. Se vllazën me mashtrim nuk e merr rrezikun më shumë. Me mashtrim nuk bosh ma i pasën, me mashtrim nuk bosh ma i mirë. Pse ja po mendoni që me rënë, me mashtrime, me dollovere, të shtohet rreziku asnjëherë.
E ka caktu Allahu ti me i pas të hyra, po e zonë 5.000 euro ose 10.000 euro. Tash që ato 10.000 ti kimi i marë. Ndash punan halal, e je korrekt, e je sinqert, ndash mashtra edhe raj. 10 kimi i marë për si vjetë. Qa që konë rizku jetë? Një vjet tjetër ka me konë a i krizë, ki me pas edhe ma pak. Një vjet tjetër ka me konë një begatime e madhe, ka me dhonë zotit 2-3 fish. E po ta shteto në vallahi të mashtruat të i rajt njerëzit qështu që sa ku më rri. Qështu kishe më rri edhe pa mashtru edhe pa rajt. Njëjtë kishe më rri. Veç zoti po do me të pa ty. A jeti që punan me të drejtë edhe je i sinqert, apo je mashtrues edhe je gënjeshtar.